Vijojnë aktivitetet në kuadër të panajirit Librit të Bën të Lirë, të organizuar nga Katedralja Zoja e Shkodrës. Këtë të shtunë janë ndarë çmimet kryesore të këtij panajiri në ambientet e sallës Kardinal Mikel Koliçi në Shkodër. Çmimi si studiuesi më i mirë i panajirit ju dha profesor Robert Prendushit për hulumtimin dhe analizimin e rrënjve të muzikës shkodrane ndër shekuj. Unë e kam dashur mësuesi. Edhe kjo më ka bënë gjithçka me dhënë. Për shembull, e kam fillu në 17 vjeç në Rrshen, mas një mujt më ka marrë Presha Kova në Shkodër, në violin, e më kanë caktuar një shkollë. Po më marrësisht nga lancin një që pishin, muzikë kanë bënë gjithmonë. Po ishte mësuesi muzikë, më kanë bënë gjithmonë muzikë. Po në kjo muzika më ka shëshnë në kanë jetë. Fati ka kënë që kam mjek festivalet e Shkodrës për 15 vjetë dhe aty e kam dashur folklorin, më ka pëlqyer shumë folklorit edhe kam vajti në shënime. Ata shënime më kanë të deri këtu. Çmimi përkthyesi më i mirë ju dha Xhelal Fejzës për punën e palodhur për përhapjen e letërsisë në gjuhën shqipe në vendet e Ballkanit dhe jo vetëm. E kam përmendur edhe kam falënderuar organizatorët për këtë manifestim që madhor të shkollës, që panajiri Libri. Falënderoj njërin që i vlerësoj punën tënde si për plus të thjesht. Dhe falënderoj ju që keni ardhur në marrë pjesë dhe sjellësh. Dhe urojmë që vitin e ardhshëm të kemi akoma më shumë dhe kësaj mos na zanë. Kjo është titulli i dytë fushën e letërsisë. I pari ka qenë Luku i Vogël i Librit. I dyti është Me çmimin shkrimtari më i mirë i këtij panajiri u vlerësua Ndue Ukaj. Faleminderit Shkodër, faleminderit për këtë gjësim që për mua shumë i veçantë edhe besoj se do të vëlloj diçka shumë të thellë në zemrën time. Ndërkohë me çmimin e mirënjohjes u vlerësua shkrimtari dhe poeti Lektasi. Faleminderit gjërish edhe publikut që mori pjesë në aktivitetet e këtij panajiri që unë i uroj jetë gjatë dhe zhvillim edhe rritje në cilësi. Motivacioni mua më ndero se më quam si shembull të veprimit artistik. Kjo më nderon shumë edhe uroj. Panajiri Libri të Bën të Lirë i organizuar për herë të parë në Shkodër ul si parin pas ditën e kësaj të shtune, ndërsa u mirëprit nga qytetarë, shkrimtarë të shumë dhe jo vetëm.